Po bën më shumë se një javë që presidenti amerikan Donald Trump shpall një pushim në Gaza dhe bashkë me liderët arab dhe musliman firmosi dokumentin e fazës së parë të paqes. Ishin momente gëzimi se një gjenocid më i egër ndoshta se holokausti ose një holokaust i ri ndaj palestinezëve, megjithatë po merrte fund gjatë këtyre ditëve të paqes, nëse mund ta quaj kështu, sepse Izraeli e ka shkelur marrëveshjen disa herë dhe si rezultat ka vrarë gati 100 palestinezë. Ekspertët janë ndalur të analizojnë veçanërisht fjalimin e Trumpit në Knesetin izraelit. Sipas tyre, akuzat për bashkëfaqësi të SBA-s në gjenocid nga organizatat e drejtave të njerëzit i konfirmoi vetë presidenti amerikan para deputetëve dhe zyrtarëve izraelit disa orë para se të nënshkruante dokumentin e paqes në Sharm el Sheikh të Egjiptit. Ai për të dëshmuar mbështetjen që SBA-ja jep Izraelit, tha: "Ne bëjmë armët më të mira në botë, kemi shumë prej tyre dhe kemi dhënë shumë për Izraelin, por ju i keni përdorur mirë. Duhet edhe njerëz që dinë si t'i përdorin dhe ju padyshim i keni përdorur shumë mirë." Kur kemi parasysh numrin e palestinezëve të vrarë që nga dita e pushimit dhe nga ana tjetër edhe dhunën sistematike të kolonëve dhe ushtrisë izraelite në bregun perëndimor, shtrohet pyetja: për çfarë paqe bëhet fjalë?